Turi ciklistik i Shqipërisë u mbyll dje me etapën e 50 të fundit që u finalizua në Fier, ku shpallën dhe fituesit e edicionit të 82 të kësaj gare tradicionale. Policia rrugore e Fierit njoftoi dhe bllokoi përkohësisht disa akse rrugore për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit. Etapa e 5 filloi në orën 10 në bulevardin kryesor të Vlorës për të vijuar në autostradën Vlorë-Fier, Unazë Fierit, Fier-Savër deri në daljet në Levan për të përfunduar në qendër të qytetit. Në kuadër të këtij turi janë zhvilluar 5 etapa, duke filluar nga data 26 maj, ku kanë marrë pjesë 14 skuadra dhe 86 sportistë, përfshirë ekipe nga Ballkani dhe Evropa. I pari që mbërriti në finish ka qenë Jovan Divnic i ekipit malazez me numër 45, ndërsa ekipi i Amsterdamit është shpallur fitues i gjithë turit. Vetëm pak metra larg finishit, ciklisti i Serbisë Marko Stanković është rrëzuar në tokë. Ekipi më i mirë i etapës së 5 është shpallur i Serbisë, ndërsa fituesi i gjithë turit është shpallur holandezi Tom Jackmans. Në fjalën e tij përshëndetëse, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Anxhaku e ka cilësuar turin e 82 ciklistik si më emocionuesin deri më sot. Gjatë ditë jetës kam punuar e jetuar me ciklizmin, por një tur ciklistik ka qenë emocionues dhe të bukur nuk e kisha përjetuar më parë. Së pari urime të përzënta, fituesve të këtij rrethi ciklistik, falënderimi për bukurinë që i dhanë kësaj gare. Gjatë këtyre 5 ditëve kam pas rivalitet të ndershëm, shumë talente dhe të sakrificës gjatë gjithë sportistët e skuadrave. Organizimi ishte i shkëlqyer dhe gara u zhvillua në një frym të mirë sportive. Punë e palodhur e sportistëve, trajnerë, skuadrat, federatës ishte e dukshme dhe e admirueshme. Kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar se është emocion i veçantë kur gara mbërrin në Fier. Çdo sport ka bukurinë e vet, por ciklizmi është, do të thosha, është shumë i veçantë, është shumë i bukur, ka emocione, ka rrezikun brenda dhe siç e pam edhe ai incidenti i vogël që ndodhi, tregon fundit për shpirtin e garës, për sakrificën që bëjnë këta djemë të mrekullueshëm për të arritur secili prej tyre finishin i pari. Dhe në fakt sot na dhanë emocione të veçanta me këtë etapë që realizuan. Presidenti e tha, ne e kemi mbështet çdo vit garën ciklistike që kampionatin që zhvillohet në Shqipëri, do të vazhdojmë ta mbështesim. Urojmë që çdo vit ketë masivitet. Është lajm shumë i mirë që veç djemve tanë shqiptar, veç ekipeve shqiptare, marrin pjesë në këtë kampionat edhe ekipe nga vende tjera. Tashmë rrethi ciklistik i Shqipërisë ka marrë, do të thosha, për masa europiane dhe besoj dhe shpresoj që të gjithë së bashku me Federatën e Ciklizmit në krye, por edhe ne si bashki, e kam fjalën për gjitha bashkitë e Shqipërisë, të bëjmë sa të mundemi të japim kontributin tonë që jo vetëm ta mbajmë gjallë këtë sport të bukur, por edhe ta çojmë tutje.